Lindi? Akoma? Mirë, këtu jam. Shë. Një tjeda. Besoj dhe ju tu për para maternitetit dhe këni përgrojnë? Po. Po nuk të duket se u vonuan shumë, kam 2 ore e gjysmë që e ka purë për t'lindur dhe akoma. E po kjo stangë të bulmet ka? Ju fëmina pare keni? Po të parin. Besoj dhe ju të parin e keni, e? Po. Hajde me i kollaj gjej temi dhe këte nga anët tona. Faleminderit. Po gruaja jote të parin e ka? Po dhe sa e ka mund të parin, besoj se edhe gruaja ime të parin e ka. Besoj nuk e ndonjë pyetje tjetër, e? Jo, se nuk është e thënë. Ja për shembull një miku im ditën që u martua, në vend ta shoqëronte vjeri gruan në altare, shoqëruan 3 fëmijë që kishte me burrin e parë. Ashtu? Po. Tani do më falësh mua se nuk kemi kaq shumë konfidencë për të bërë shakara të tilla kështu pa krip fare, e? Ne këtu pam, këtu njëjtën për herë të parë, ti në punën tënde, unë punën time, apo jo? Unë nuk po bëj shaka, unë vetëm thjesht të pyeta, nuk e pse mërzitesh. A ka mundësi ta lëm të muhabeti dashur? Po mirë, në radhë. E di çfarë ndodhi një miku tim? Ai të rjet në tingëri duke thënë ai nuk kanë fëmijë. Do t'i vdiqë edhe i dolën edhe 3 fëmijë të tjerë që kishte shpërndar nëpër dynja. Kështu? Prandaj po them ti dhe jo të shoqë këtë që prisë sot e keni tamam të parin, je i sigurt për këtë? Jam shumë i sigurt. Ore zotri. Ore mos ke vetë ndonjë hall të tillë ndonjë problem shumë me veten tënde? Unë kam të rallin tonë, prandaj po të pyesë për ty e kam. Kjo hallin tim ti? Po sa e bukur kjo. Bravo. Unë vetëm i hall dhe shqetësim që kam tani për tani, është vetëm ajo gruaja ime të më lindi fëmin tim të parë. Ky është halli im. Po edhe unë atë shqetësim kam. Po atëherë shiko punën tënde. Po unë dua të ndihmoj ty, prandaj e kam. Për të mirën tënde. Ore s'kam nevojë fare për ndihmën tënde. Kam mundësi më lëre ata shin punën mia. I valla ne këtu pa më njëtë për të parë. Ke ndonjë cigare ti? Jo, pse? Që pse po jam? Më bëre për cigare, pse? A do të thënë e pi duanin, ë? Po tani kur më japin qylet dhe ndes nga një kështu. Në fakt unë e vendosa dje nuk kam më duan. Cile? Për atë krijesi do të vi nga sallande, e vendosa nuk kam më duan. Fare. Po mos kam mbetur aksidentalisht në një këtu në xhep Xhakavendos. Jo. Në fakt nuk donte gruaja, nuk doja edhe unë. Kështu që e lash. E po pikë zez, mos maj njeriu qoftë edhe një cigar kur tjetër ti çajet filli hundës sikur nuk shkon apo ja. Po kur të çajet filli hundës, se nuk mban vetë në xhep ti. Po e kam për ty, se unë të isha në vendin tënde, di çfarë do bëja? Do shkoja me vrap tek ajo në galeria, do merrja një paketë cigar, do nxirja një cigar, do ma vjen këtu te goja, do ta ndizja, unë do thosh atij, faleminderit shumë. Po pse nuk vetë tek ajo në galeria atje, tak ta marrësh paketën, ta hapësh, të nxjerrësh cigari, ta vësh te buza ta. E kam për ty. Sa i gatshëm je ti për ndihmuar të tjerët kur ata janë në hall të madh. Je shumë i lezetshëm. Faleminderit. Dëgjoj. Pasi të lind fëmia, bëj analizën e ADN-s, dëgjoj mua. Çfarë të bëj unë? Analizën e ADN-s. Unë? Po pse duhet ta bëj këtë të ADN-s? Po unë kam patur një mik dhe ai kishte një djalë i shkatit. Për jetën e tij ngeli duke thënë ai djali im kështu, djali im ashtu, djali im këtë, djali im andej, do t'ju sumu djali nga veshkat e dyet që i jati ti dhuronte një nga veshkat e tjera. I bën që të gjitha analizat, bën analizën e ADN-s dhe doli që nuk ishte djali i tij. Prandaj po them, nuk e pse për 30 vjet mosh nuk e, bëj analizën e ADN-s. A zotri! Ora më shmendere, çfarë ke? Ke hallin tërë, çfarë qëllimi ke ti me mua? Ora nuk ti njoh fare. Unë nuk dua shakarat të tilla fare. Nuk kam nevojë fare as për të mirë të ndastim. Lita si ka punë. Lindi? Kush? Sigurisht, gruaja ime, kush tjetër? Jo vllai, unë po pres gruan time. Edhe unë për gruan e tij kam marrë. Çfarë? Më fal, për gruan time. A fashe keni ardhur për gruan time? Jo vllai, dashur. Ju fëmijën e fare keni? Unë të parin e kam. Të të shkreti nuk e di, unë pjotoj vetë atë ti, po. Flas vetëm. Edhe unë të parin e kam. Ashtu, po e dini çfarë keni ju, vajza, djala, ë? Nuk donte groja. Kështu që nuk donte ajo, nuk doja edhe unë. Të të shkreti nuk e di, unë pjotoj vetë. Po, përgjigjem vetë. Unë thashtë edhe të papritur, surprizë, se kupton, e thamë, nuk deshëm ta shikonim as në eko, as në tjetë. Mirë, shumë. Po ju të parin e keni? Unë jo, unë e kam të tretë, në hu, jam i stažanorun. Vërtet. Po ata, dy të tjerë ti ke djem, ë? Jo, vajza. I doje vetë, apo? Jo, djem kam dashur të fillim unë. Edhe, shiko, kam përdorur formulën unë për këto. Po si, po, në fakt, i meni vesh të formula tyve? Jo. Asi ti mija, po të ka spegojnë, shiko. Fëmijën e parë e zura me një formulë turke. Turku po turke elhamdulillah, si turk do me thëmë, e zura në dritë hënës, vajta në bajkë sëmës. E po që atë bësh? Kushe të dytën, e zura në një formulë braziliane. Ka ngën goja, kivi dhe banane, mazhala dhe avajzë më doli. Vërtetë? Po për nërë po. Kushe këtë, të tretin e kam djallë të, te kam mbërthyre me një formulë amerikane. Është formulë matematikore. E do djallë, e do vajzë. Do në të hajpe edhe juve se... Salla e lindjes.
Idrisjeve këtu. Urdhoni motra. Kush është Idrizjat? Unë jam motra unë. Hajde urime gruaja më në fund të polli. Atë falenderojt rrot. Ore çfarë është kjo punë, vjen në fundi deli pari, ç'a bëhet tu? Aha, s'ka radhë në këto. Ore buraze, po s'ka radhë këto puna më vjen këta, ç'a do bësh? Idris urime 2 binjak. 2 binjak. Atë falenderoj. Të turojnë. Dgjoj. Te kjo formula e fundit. Do kem vënoj dysh për para unë, si do të Nëse, mirë është modrat, jo, djemë, Vajza Idrise dhe plot shëndet nga 3 kile se cila, mashallah, sa kokajote e kanë kokën. Nuk ka mundësi, se do kesh gabuar, nuk ka mundësi, mos e ke gatruar, moj. Unë të gjoj, 1 minutë, më falë, mos jam të këtyre se kanë arë para me këta, duhet ke gjemra. Idris, kam 4 orë me gruan të ndatje, më griu uria më griu. More vesh. Edhe s'kam koto mere me ty unë. Mos më bëj firma mua ti Idris Qori, se me hir me pahiri futa prap nga dolën unë. O, në, u bëra me 4 ku të futem mund tani. Të tërojnë, mos më mërzit. Jetë njeriu ke punë. O Idris, më fal 1 minutë. Ore si ishte puna saj formulës si do na jeve pak më para? Jo, po e kam gatuar, do kem përdorë këtë formulën sportive në vend via X kam vënë 1 atje, 2 ku di çka kam vënë. E si është kjo dynja? Prisë djali shka du bu me 4 vajza. Punë e tia. Ore më falë se nuk të pjota unë gruaja jote ku punon? Prap. Unë gruan e kam në shtëpi o dojtë, e kam shtëpjake, e mbaj me këta kra, e ushqej vetë. Po mirë, sa është gjë unë? Po atyre qa pastaj? Në fakt unë kam dëgjuar shumë lave për ato shtëpjake, prandaj po të tem. Bëj analizë në adënës, Qa ke dëgjuar? Po dëgjoj mua, bëj analizë në adënës, më dëgjoj mua. E pse do ta bëj analizën atë nësu? Po bëj analizë. Iko shiko punën të tënde. Iko shiko gruan tënde. Ka mundësi Ore, në gruan ti me njoh shumë mirë, e kam intelektuale bile, kam dhe sekretare në një ambasadë, ty dhe gruan tënde nuk të njoh. Prandaj po them. Bëj, mosh nuk e, bëj analizë në adënës. Ore më lere atër, ore burr xhelxhe bile, kush pas ka njohur të Qetësi! Po nga je or vllajtë. Qetësi thash këtu. Dëv. Çfarë hanësh këtu? Jo të keq njoh. Kush është ai nga ju? Unë jam unë. Ti je? Si vë? Ti apo ti je zgjidhi? Jo unë. Ti je. Urime me jetë gjatë. Ti duhet t'jesh dalipi, ë? He, emocione nga trove emri. Mere, me jetë Ti gjatë. ke jepja grosi me këtë, edhe puthë nga ana ime. Goxha burr të vjen turp hajde hidhu se u alash në kaluç, hopa. Ik merr nga një tokë nga ana ime. O të Una keq ditë- baba jotja. O shpirti baba. U bëra baba. O çani baba, o shpirti. O të keq. Qa është ajo? Si pak i zi më duket moj. Jo, nuk ka drejt aktuar, jo. Qa i zi dhe më kjo që ka katan fare. Ore, ku më the mu ati se të punon gruaja sekretare në qa ambasade? Në ambasadën e Kongos. Sa të njaka, ore, original, ore, ha? Sigure këtë se ka unë ato, unë të gjizine. O, të gjo. Ekipi flamurtarit, 20 zaka vetëm. Do t'i them unë trajnerit atë të amari atje lojtarë të bëjnë 20 zake. Ditë do s'kënë që t'a bëjnë mbrojtës. Sa të njallë, Dhe ore, original, ore. moj gra, që më bët moj gra. Tahip Dalip. Do na fani, ju kërkojmë pjesë, kemi bërë një gabim fare të vogël. Të Tahipit ja kemi dhënë Dalipit dhe të Dalipit ja kemi dhënë Tahipit. I thashi të bënda analizë në adënësë. Urdo, Tahip, mbaje. Po që ne ose ka batu grua nasi ambasadë,